Do të vjojmë të flasim për qytetin e Vlorës, pas deklaratave të kryeministrit Rama dhe për t'i komentuar ato, do të më bashkoja drejt për drejt nëpërmjet Skype-it, ish kryetari i Partisë Demokratike, njëkohësisht kandidat për 11 majnë për deputet në këtë qytet, zoti Atirt Hoxha. Zoti Hoxha, ju përshëndes, faleminderit që jeni me mua. Faleminderit për ftesën. Siç edhe e ndoqëm nga kronika, kryeministri Edi Rama ka pranuar sot në qytetin e Vlorës se skuadra e tij e Partisë Socialiste nuk ka bërë aq sa duhej për këtë qytet. Sipas jush, cilave dështimeve i referoi kryeministri Rama? Po, nëse Rama tregon me pak të zbukuruar, duke thënë që nuk kemi bërë aq sa duhet, unë mendoj që qeverisja e Ramës në qytetin e Vlorës ka qenë një katastrofë. Nëse Rama ka vendosur që të ndryshojë ekipin e tij përfaqësues në Parlamentin e Shqipërisë, nuk mendoj se ka ndonjë arsye që vlonjatët pas 3 mandatesh ta rivotojnë përsëri Ramën për t'i dhënë një mandat katërt që përsëri të gjenden përpara faktit që Rama do të vijë përsëri për të thënë që ky ekipi që ne përcaktuam për zgjedhjet e 11 majit nuk e ka kryer funksionin apo detyrat siç duhet dhe nuk ka performuar siç duhet. Dhe për ta arsye të kërkoj një mandat 5. Pra mendoj që vetë Rama ka rënë në grackën e fjalëve të tepërta të cilat artikulon shpeshherë me daljet e tij të shpeshta publike, duke thënë që nuk kanë bërë aq sa duhet, dhe mendoj që për ta arsye vlonjatët nuk kanë asnjë arsye për të besuar përsëri tek një ekip i cili në tërësinë e tij është një ekip i provuar edhe ky, sepse nuk janë njerëz të rinj, ashtu siç Rama tenton t'i shësi apo t'i propagandoj, janë njerëz të cilët janë provuar, nga Damian Gjiknuri, nga Piro Vëngu, nga Vullnet Sinaj, nga Blendi Çuçi e të tjerë me radhë. Mendoj që janë njerëz të cilët nuk kanë çfarë të japin në Vlorës, madje i kanë marrë shumë Vlorës, i kanë marrë shumë besimit të vlonjatëve dhe të socialistëve të Vlorës, dhe mendoj që është koha që qytetarët vlonjat me votë të bëjnë ndryshimin, të japin votën e tyre për ekipin e Partisë Demokratike, i cili është një ekip i kompletuar me personalitete, me cilësi të caktuara, me profesionistë të lirë, me mjek, me arsimtar, me përfaqësues të komiteteve të ndryshme, dhe mendoj që Rama, edhe këto dalje të shpeshta, edhe këtë propagandë të cilën tenton, po themi që të fshihet mbas premtimit që me ekipin e ri do të performojë më mirë, është një lojë fjalësh të cilën tenton përsëri të grabisi votën, po themi të grabisi votën në thonjza të qytetarëve vlonjat për një mandat katër. Si mendoni, cilit prej këtyre deputetëve që edhe ju i përmendët pra emrat e tyre i referoi kryeministri Rama dhe me cilin prej tyre është gënjur më së tepërmi? Unë mendoj që dhe i ka lënë jashtë kësaj liste. Unë mendoj që Rama ju referoi pikërisht deputetëve të cilët kanë pasur mandat në mandatin 2021-2025, që janë deputet të qytetit të Vlorës, zonja Resuli, zoti Metaj, zoti Tairaj, të cilët zonja tjetër Teuta. Pra mendoj që Rama ju referoi këtyre, por thash, nuk ka asnjë gjë të re në ekipin të cilin sot Rama kërkon vota përsëri për mandatin e 4, sepse ta personazhe që unë përmenda janë të provuar dhe të stërprovuar në qytetin e Vlorës, janë personazhe të cilët kanë konsumuar vetëm pushtet, janë pasuruar për vete, janë të zhytur në afera korruptive të cilat nuk janë vetëm lokale, por janë mbarkombëtare, siç është ajo afera e portit të Durrësit. Vëngu është, po themi, është përblyer pikërisht për firmën që ka hedhur për portin e Durrësit, që ai të tjetërsoi, të zhbëhej nga një port i rëndësisë veçantë dhe pika kryesore hyrëse e shkëmbimeve tregtare edhe patjetër dhe pasagjerëve, që ishte porti i Durrësit, dhe ju është dhënë klientëve të qeverisë, alabarit të Dubajit, apo po themi atyre financimeve të dyshimta që fshihen mbas kësaj afere, që mund të jenë edhe politikan, madje edhe Rama vetë. Pra ka marrë një shpërblim kundrejt firmës që ka hedhur për tjetërsimin e portit të Vlorës. Zoti Gjiknuri është një personazh tashmë i njohur, i hetuar madje edhe nga drejtësia shqiptare lidhur me tjetërsimin e votës, shitblerjen e saj. Në Vlorë ka dhënë shembuj më negativ të mundshëm kur ka qenë këtu edhe si drejtues politik, me mashtrime dhe me tentativa për blerje vote dhe për tjetërsim vote. Mendoj që janë njerëz, siç tha zoti Sinaj, po ashtu, një që Rama tenton apo Çuçi si drejtues politik tentojnë ta veshin me petkun e biznesmenit, është një personazh i cili është i njohur tashmë edhe në zonën e tij elektorale që quhet Lumi i Vlorës ose Bashkia Selenicë, së cilën ai shpeshherë tenton që po themi ta kompromentoj sa i përket zgjedhjeve vendore dhe zgjedhjeve lokale. Është një personazh i cili me
me makaronat të falsifikuara nga bizneset e tij tenton të grabisi votën, madje edhe me përdorimin e fondeve personale apo të grupeve të cilat qëndrojnë pas tij për të tjetërsuar votën. Këto janë arsyet që unë mendoj që vlonjatët, jo vetëm ne si Parti Demokratike, jo vetëm unë si kandidat në këto zgjedhje të pritshme të 11 majit, janë të njohur. Nuk është se është një gjë që po diskutohet sot rishtazi dhe qytetarët e Vlorës janë para një fakti që nuk kanë qenë të njohur. Janë personazhe të cilët në qytetin e Vlorës tashmë u ka dalë boja, themi në vlonjatët. Janë njerëz të cilët janë provuar, nuk kanë dhënë asnjë kontribut për qytetin e Vlorës, madje janë ca jesmen edhe të kryetarit të partisë tyre, zotit Rama, siç është rasti i zotit Gjiknuri, që nga një ish drejtues i lartë i Partisë Socialiste, drejtues politik, sot ka ardhur si ushtar në listë të hapur për të tentuar për të blerë apo për të marrë një mandat jashtë listave të sigurta të Partisë Socialiste. Nuk dua që të komentoj më shumë se kaq këta personazhe të cilët thash edhe një herë qytetarët e Vlorës janë më se të qartë se çfarë përfaqësojnë dhe kur jemi sot në një përfundim të një mandati të tretë dhe ku sot qyteti i Vlorës përfaqësimi i tij tentohet që të ushitet vlonjatëve me këtë ekip, unë mendoj me këtë ekip që sot Rama prezantoi në qytetin e Vlorës, unë mendoj që qytetarët e kanë të qartë që Rama nuk ka asnjë shans të fitoj mandat 4. Ndërkohë, pjesë e këtyre emrave që përmendëm dhe komentuan ka qenë edhe vetë zoti Rama, i cili ka qenë deputet i Vlorës. Pse nuk i kanë mjaftuar 12 vite për të realizuar premtimet ndaj vlonjatëve? Po unë mendoj që nuk i kanë mjaftuar Ramës, sepse Rama nuk e ka, po themi, në programin e punës së tij apo një program të qartë qeverisës. Rama në gjitha zgjedhjet që zhvillohen ecën me propagandë, ecën me tamtame, ecën me tepsi, me kusi, me etiketime për kundërshtarin politik. Nuk ka një program të qartë, duke mos pasur një program të qartë, natyrshëm që ti nuk mundet të materializosh ato në të mira për qytetarët. Vlorën e ka shfrytzuar gjatë gjithë kohës si një bastion të tij për të marrë vota dhe pastaj për të kthyer shpinën edhe për mos ta pasur më vëmendjen tek Vlora dhe te qytetarët e Vlorës. Mendoj që Rama është i qartë sa i përket edhe artikulimit të tij, duke vendosur në plan të parë ndjesën sa i përket Vlorës dhe vlonjatëve për ato se ato çka ai nuk ka realizuar, por unë mendoj që qytetarët e Vlorës në 3 mandate i kanë dhënë besim mjaftueshëm Ramës për të bërë dhe për të realizuar të gjitha premtimet të cilat Rama gjatë artikulimit të mandatit të tij të parë kanë qenë edhe kuajt e betejës së tij. Nuk ka më 300.000 vende pune, nuk ka legalizime falas, nuk ka shëndetësi falas, nuk ka ujë 24 orë të pishëm për gjithë qytetarët e Vlorës, nuk ka 97% të taksave, ulje të taksave për qytetarët e Vlorës, ka vetëm propagandë. Ka vetëm shtim të taksave, ka një hemorragji të largimit të njerëzve dhe qyteti i Vlorës dhe fshatrat dhe rrethinat, njësitë administrative të cilat përbëjnë qarkun e Vlorës e kanë ndier më së shumti, pasi ne jemi në terren në lëvizje në këto kohë të zhvillimit të aktivitetet tona politike dhe kemi me keqardhje kemi konstatuar se janë zona të tëra të cilat janë zbrazur, pra njerëzit janë larguar. Unë mendoj që Rama, thash edhe një herë, është në pikën e tij më të ulët, patjetër që do tentoj që nëpërmjet këtyre personazheve të blej, të shesi, të përdori, po themi atë pjesën e padukshme për të tjetërsuar votën, por jam i sigurt që ekipi jonë përfaqësues në këto zgjedhje, Partia Demokratike, strukturat e saj, të rinj dhe të reja, të cilët janë në ballë të fushatës Partisë Demokratike, do t'ja bëjnë të pamundur që Rama të ketë një mandat 4 dhe duke filluar nga Vlora, duke i marrë Partisë Socialiste mandatin e 8 të saj dhe duke u bërë në minimalisht 5 mandate në qytetin e Vlorës për Partinë Demokratike. Për çfarë ka nevojë Vlora aktualisht, zoti Hoxha? Vlora ka nevojë vetëm për vëmendje dhe për punë të mira, ka nevojë për një fokus real ndaj qytetarit, ka nevojë për atë paketën e emergjencës që Partia Demokratike e ka shpallur tashmë, që ka të bëjë me minimumin jetik 200 euro, ka nevojë për rrogën mesatare, ka nevojë për rrogën minimale 500 euro, ka nevojë për rrogën mesatare 1200 euro, ka nevojë për uljen e çmimit të naftës, ka nevojë për subvencionimin e fermerëve. Qyteti i Vlorës ka nevojë urgjente për një infrastrukturë të përmirësuar, pasi është kthyer në një qytet të pajetueshëm. Të gjitha rrugët e qytetit të Vlorës sot në petkun e një pseudo investimi për përmirësimin me furnizim të ujit të pishëm, se nuk është as se do të furnizohemi 24 orë me ujë të pishëm, pra në një pseudo investim për përmirësimin me furnizim të ujit me ujë të pishëm.
është kthyer sot qyteti i pajetueshëm. Të gjitha rrugët janë jashtë funksionit. Qyteti i Vlorës sot është në një mungesë të plot të fuqisë punëtore sa i përket sektorit të turizmit. E gjithë vija bregdetare është në një kantier i cili nuk dihet se kur do të përfundojë dhe ne pretendojmë që të kemi më shumë turistë, ne pretendojmë që të jemi një qytet që të ofrojmë turistëve kushte optimale, por në fakt jemi një qytet i cili sot vuajmë pasojat e keq qeverisjes. Zona bregdetare e gjitha është jashtë fokusit të qeverisjes vendore dhe qeverisjes qendrore. Në zonat bregdetare mungon me ditë energjia elektrike, mungon me ditë ujë i pishëm. Infrastruktura është për të dëshiruar. Janë zona të caktuara siç është Bashkia Orikum që prej të paktën 12 vjetësh nuk ka qoftë edhe një investim të vetëm. Brenda qytetës së Orikumit, unë them me bindje të plot që qeveria e Ramës dhe pushteti vendor nuk kanë investuar qoftë edhe 100 €. Janë njësitë administrative të cilat janë bashkëlidhur Bashkisë Vlorës pas reformës territoriale, siç është njësia administrative Novosel, e cila kryesisht është e fokusuar në sektorin e bujqësisë dhe të blegtorisë, që po ashtu është një njësi e cila është lënë në hares totale dhe që mungon vëmendja, po themi, për elementet kryesor jetësor sa i përket, po themi, jetës në këto njësi administrative. Janë të gjitha, patjetër në gjithë qarkun e Vlorës, siç thash, ne për shkak të aktivitetet tona politike jemi gjendur në të gjitha zonat, madje edhe në zona shumë elitare, po themi, siç është zona e Imarës dhe të tjera, ka problematika të shumta në qytetin, në bashkinë e Imarës, ka problematika me regjistrimin e pronës dhe falsifikimin e pronave të pronarve autokton, duke u dhënë atyre, duke tentuar që ato të tjetërsohen tek klientët e qeverisë. Sot mund t'ju them me garanci të plot që Rama po tenton që zona turistike të caktuara siç është zona e Krajinës, së Dukatit, Tragjasit dhe Radhimës praktikisht i shpopulloj, duke u marrë atyre edhe ujin e pishëm. Po ashtu po ndodh edhe me lumin Shushica në Kuç, që tentohet përsëri që edhe atje të devijohet uji i pishëm për të vajtur për të bërë një pseudo investim për të çuar ujin te klientët e qeverisë në Bregdet. Ndërkohë, dua t'ju pyes edhe në lidhje me një takim që zoti kryeministri zoti Rama ka patur edhe me operatorët turistik, cilët i ka akuzuar për informalitet. Në fakt, si mund të luftohet informaliteti dhe është zgjidhja kjo akuzat ndaj operatorëve? Shiko, këto janë metodat të Ramës për të intimiduar në prag zgjedhjes gjithë operatorët turistik, cilët pa diskutim që kanë pakënaqësi të jashtëzakonshme, qoftë me pushtetin qendror, qoftë me pushtetin vendor. Dhe këto, sapo thash më sipër, janë gjitha pasojat të cilat i përjetojnë operatorët turistik, të cilët, me thënë drejtën, me vështirësi të mëdha kanë ndërtuar bizneset e tyre me mund dhe me djers. Nuk i kanë të vjedhura, nuk u ka falur qeveria, janë investime qoftë të vogla, qoftë të mesme, qoftë të mëdha, të cilat janë bërë me djers dhe me mund nga operatorët turistik që ushtrojnë aktivitet në sektorin e turizmit në qytetin e Vlorës. Por Rama në prag të zgjedhjeve tenton që nëpërmjet këtyre artificave ti intimidoj ata që ata të mos bëhen pjesë e fushatave elektorale apo pjesë e shprehjes së pakënaqësisë. Por unë mendoj që edhe sikur po themi kryeministri të jetë në të drejtën e tij duke artikuluar se ka informaliteti nuk ulet nëpërmjet presionit apo akuzave ndaj operatorëve turistik, por unë mendoj që informaliteti ulet apo zvoglohet apo minimizohet vetëm nëpërmjet politikave fiskale që qeveria qendrore do duhet të aplikojë për operatorët turistik, duke ulur barën fiskale të operatorëve turistik, duke qenë partner me ta dhe jo grabitës që të paraqitesh këtyre operatorëve turistik çdo ditëve të sezonit turistik, duke u kërkuar atyre me taksidarët e agjensive shtetërore, duke i gjobitur, duke i presuar që ata të jenë gjatë gjithë kohës në turistëninë e qeverisë, dhe patjetër që mendoj që hallka kryesore për të ulur informalitetin është vetëm një politikë fiskale e reduktuar për të dhënë ndihmë këtyre operatorëve që bizneset e tyre të lulëzojnë, patjetër duke shtuar këtu edhe pastaj fuqinë punëtore, fuqinë paguese të taksave. Por sot janë një vështirësi të jashtëzakonshme sepse sot pushteti qendror dhe pushteti vendor këto biznese, këta operator turistik i shikon vetëm si lopa për t'i miel dhe për t'i presuar. E qartë, kam edhe një pyetje të fundit për sa i përket listave për kandidatë, si vlerësoni ju faktin që në listat tuaja zgjedhore i keni dhënë vendet sigur të aleatëve? Po kjo ka qenë një marrëveshje, patjetër që aleatët të cilët kanë marrë një
po themi një vend në listat të mbyllura, se nuk mund të themi janë listat sigurta apo të pasigurta, në listat mbyllura janë aleatë të cilët janë provuar në zgjedhjet, edhe në zgjedhjet para ka një historik në zgjedhjet qoftë vendore, qoftë qendrore, dhe unë mendoj që janë kalkulime elektorale, janë pjesë e marrëveshjes së Aleancës së Madhe për Shqipërinë Europiane, në cilën secila parti apo secili subjekt i cili është bërë pjesë. E kam fjalën konkretisht edhe për partinë PBD1, Vangjel Dula. Po pra, edhe unë këtë po përpiqem që të them që duke qenë një parti e cila është provuar në zgjedhje nëpërmjet marrëveshjes e cila është nënshkruar midis kryetarit të Partisë Demokratike dhe kryetarit të Partisë për të Drejtat e Njeriut, zotit Dule, është arritur në konkluzionin se kjo parti do duhet që të ketë një vend në listat e mbyllura të Partisë Demokratike, duke qenë një parti e cila përfaqëson një sasi votash e cila në përkthim në mandate e superon, po themi, numrin e votave të cilat kjo parti merr tradicionalisht në të gjitha zgjedhjet, qoftë vendore dhe qoftë qendrore. E qartë. Zoti Hoxha, faleminderit shumë që ishit në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Shumë faleminderit juve për mundësinë.